Faktikisht, djathi nuk është fare, jo, doja të thoja që është një stigmatizëm, nuk bën dëm, absolutisht. S'bën dëm? Jo, absolutisht që jo. Djathi gjithmonë është menduar si një ushqim i keq për zorën. Konsumimi i qumshit dhe nën produkteve të tij më vonë në jetë mund të sjellë tek disa njerëz, jo tek të gjithë, shqetësime të tipit fryrje zorës, më shumë gazra, tek disa mund të bëjë dhe diare, ose një dhimbje shumë të fortë të fundit të barkut. Kjo ndodh jo në shumicën e njerëzve, pra është një simptomatik e njerëzve që janë, si thua, intolerant, kanë vështirësi për të tretur laktozën. Normalisht djathrat që janë të butë, pra që kanë pak fermentim, si që mund tjetë djathi napës, mozzarella, gjiza. Këta janë djathra që kanë shumë pak proces fermentimi dhe përpasoj kanë më shumë laktozë. Por djathrat që janë pak të fort, kaçkavalli, emmentali, guda, akoma dhe më të fortot ata që kanë më shumë kohë fermentimi, ata nuk kanë fare laktozë.